Rezultatet e vlerësimit të shërbimeve elektronike të tatimeve ka qenë temë një seminari të organizuar në Grand Hotel Europa nga Instituti për Kërkime dhe Alternativ Zhvillimi IDRA në bashkëpunim me USAID-in. Në këtë takim merrnin pjesë përfaqësuesë të tatim taksave, biznesit, shoqërisë civile dhe grupeve të interesit, ku u prezantua rezultati paraprak i vlerësimit të këtyre shërbimeve, si dhe u dhanë konkluzione lidhur me zgjerimin e shtrirjes dhe përmirësimin e përdorimit të këtij shërbimi. Ne kemi realizuar një vërtim prej 200 intervistash me biznese në 5 qytete kryesore që janë Tirana, Durrësi, Fieri, Shkodra dhe Vlora. Dhe në këtë takim në Shkodër, ashtu si kundërta në Vlorë, kemi prezantuar disa nga rezultatet paraprake të disa nga gjetjet e vërtimit prej 200 intervistash. Dhe ky takim që ne po zhvillojmë edhe në Shkodër, i shërben pikërisht domethënë për të mbledhur bashkë edhe bizneset, edhe organet tatimore me qëllim që të mund të diskutojnë domethënë për problematikën që hasin bizneset gjatë procedurave të dorëzimit ose të shkarkimit të deklaratave tatimore. Deklarimi elektronik i tatimeve është një procedurë që shihet si i thjeshtë dhe i shpejtë, por që po hasën vështirësi kryesisht nga cilësia e shërbimit të internetit, theksuan të pranishmit. Këto takime kanë si qëllim të parashtrojnë problemet dhe arritjet e këtyre shërbimeve, për të parë më pas mundësitë e përmirësimit në pikat që bën pengesë. Mbi 80.000 fidan bërime janë shpërndar për fermerët e komunës Anës së Malit nga projekti i konkurrueshmërisë për bujqësinë shqiptare, i financuar nga qeveria amerikane. Ndihma e shtetit amerikan ka ardhur më njëherë pas evidentimit të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në mbi 52 fermerë të kësaj komune, ku irat përmbytën toka bujqësore të Oblikës, Obotit dhe Gjoricës. Neve bëm një evidentim të dëmeve të shkaktuara këtu nga përmbytja. Në fokus patëm kryesisht përdhusit e perimeve në sera. Evidentimi i të tërve na rezultoi që mbi 52 fermerë ishin të dëmtuar me fidanat që ata kishin me tokën në përgjithësi të serave. Atëherë projekti vendosi që t'i mbështes këta fermerë dhe ideja më e mirë ishte që neve të përgatisnim një fidan shumë cilësor në kompani të specializuara për prodhimin e fidanave. Gjatë shpërndarjes së ndihmave për fermerët e komunës së Anës së Malit, e pranishme ka qenë edhe zëvendëse ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Deborah Jones, e cila ka vizituar disa nga fshatrat e kësaj komune. Jones është njohur nga përfaqësuesit e pushtetit lokal, por edhe banorët e zonës, me dëme që u shkaktuan nga përmbytjet e fillim vitit në këtë zonë. Toka e përmbytur në rreth 10.000 hektar për banorët e zonës së Shkodrës është burimi kryesor i të ardhurave. Ky fakt, sipas ekspertëve, rrit potencialisht dëmën që mund të ketë pësuar ekonomia e kësaj zone, pasi zona e përmbytur përfaqëson rreth 5% të sipërfaqes së përgjithshme të tokës në zonën e Shkodrës ose 30% e tokës bujqësore në këtë zonë. Punimet për ndërtimin e superstradës Shkodër-Hani Hoti do të nisin së shpejti. Lajmi bëhet i ditur nga institucioni nënprefektit në rrethin e Malësisë së Madhe, i cili saktëson se tashmë përgatitjet janë në fazat përfundimtare. Në funksion të ecërisë normale të realizimit të këtij projekti mallor, nënprefekti Syt Kendreca ka thirrur të mërkurën një takim të zgjeruar me drejtues të institucioneve dhe pushtetit vendor. Synimi i këtij takimi ishte marrja e disa masave emergjente të cilat parashikohen të merren gjatë realizimit të projektit. I pranishëm gjatë këtij takimi ka qenë dhe supervizori firmës italiane Sintagma, Francesco Rossetti. Në takim u vërejt si shqetësim problemi i shpërndësimeve të pronarëve të Truallit dhe tokës nga parashikohet të kalojë superstrada e gjatë 34 km deri në pikën kufitare doganore të Hanit të Hotit. Në vendimin e qeverisë shqiptare, firmosur nga kryeministri Sali Berisha, shkruhet se shpërndësimet do të fillojnë me 15 dhjetor të vitit 2009 dhe do të përfundojnë me 15 mars të 2010-s, proces që akoma nuk ka nisur realisht në rrethin e Malësisë. Megjithatë është caktuar një afat deri 5 vjeçar për kryen e procedurave nga pronarë që kanë pretendime pronësie për gjatë këtij aksi rrugor. Përfaqësuesit e komunave paraqiten shifra disa herë më të mëdha nga ato të pronarëve përcaktuar në fletorin zyrtare, çka sipas tyre parashikohet të sjellë probleme në të ardhmen. Gjithsesi, i rëndësishëm është lajmi se punimet për realizimin e projektit pritet të fillojnë brenda një periudhe tepër të shkurtër.
Për mesfushorin sulmues të Kuqebluve Ndriçim Shtupina, goli dhe fitoria realizuar ndaj Skënderbeu të Korçës ka pasur të veçantën e saj. Ato kanë ardhur pikërisht një ditë përpara ditëlindjes së tij, festa së cilës është organizuar nga një ceremoni festive një ditë pas ndeshjes në xhirin e kampit Kuqeblu. Megjithatë, përpos tyre, shënimi i golit nga ana e tij, ai minutës së 58, që për hir të realitetit erdhi si rezultati një veprimi mjeshtëror të tij përballë mbrojtjes dhe portierit korçar, ka pasuar edhe një të veçantë tjetër. Të gjithë ato që e kanë ndjekur ndeshjen kanë parë që pas shënimit të golit, Shtupina ka ngritur fanelen zyrtare të lojës, duke ekspozuar poshtë saj një tjetër fanel, e cila ka të stampuar portretin e babait të tij. Ai sot nuk jeton, por çimi siç e therasin shokët, duke ja dedikuar gjithçka atij për angazhimin në rrugën e sportit, preferon ta kujtojë sa herë që shënon në këtë mënyrë. Është babai im që për fat keq nuk jeton. Këtë gol e dedikoj atij. Kam shumë emocione, jam shumë i gëzuar për golin. Pasi e priça shysh pjesë parë, pjesë parë isha pak si i ndryllën, kurse pjesë dytë u zhbukova. Ndërkohë, duke folur në përgjithësi për lojën e skuadrës, Shtupina shpreh se Vllaznia e meritoi fitoren dhe kualifikimin me Skënderbeun dhe që tashmë shikon përpara për të fituar Kupën e Shqipërisë. Ndërkohë, i pyetur për nëse do të shënojë sërishmi edhe në fundjavë me Laçin, ai përgjigjet. Besoj se i kënaq me tifozat. Ky ishte një ndeshje që na kthen besimin për të ardhmen, shpresoj të fitojmë edhe me Laçin. Edhe pse ka luajtur ditën e martë, tekniku Martini nuk e ka lënë pushim skuadrën duke vijuar seanca stërvitore edhe për ditën e mërkurë, pasi ditën e diel, përballjen e Lor Goriçi me skuadrën laçane është e rëndësisë së veçantë për ecurinë e Vllaznisë në kampionat.